shatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muji. Flasim për dokumentarët. Ç'është dokumentari, roli i tij, vlera në shoqërinë e sotme dhe për historinë nesër? Cili është këndvështrimi juaj? Tani unë do ta them atë që mendoj personalisht, se unë s'kam bërë një shkollë për të mësuar gjinit televizive, por dokumentari që unë e di si ka ardhur fare natyrshëm. Pse ka ardhur natyrshëm? Ka ardhur natyrshëm sepse unë kam qenë gjithmonë jo i detyruar, po e kam pas në punën time të përditshme në televizion, në çdo javë që transmetoja do bëja nga një reportazh nëpër Shqipëri. Kur unë bëja emisionet e rinis, edhe do bëja 1-2 javë emision, ne kishim orientimet e mujt, se ishin ato rregullat partijake në atë kohë. Dhe unë ishim në studio numër 1 televizionit, gjithë punojësit edhe merrnin direktivat. E para thuaj si kemi punu gjatë muajit që po ikën, ose që ka ikur, dhe tash çfarë do bëjmë muajin e ardhshëm. Dhe kur vinte puna ke emisionin e rinis, na jepeshin për shembull të padiskutueshme që duheshin bërë, për shembull. Do flasim për rinin kooperativiste, që punon në bujqësi dhe në ndërmarrjet bujqësore. Sugjerim, do shkoni të bëni në Rrëmbec të Korçës. Do shkoni të bëni çfarë bën rinia që punon në bujqësi në Rrëmbec të Korçës. Do shkoni në kombinatin metalurgjik, të bëni fonderin. Në më të ishin ca pika, të ishin të paravendosura, të cilët kur i lexohej drejtori i televizionit, ne mbanim shënim dhe do zbatoheshin. Po këto çfarë ishin? Këto ishin tematika o për një kronik të zgjeruar, o për reportazh. Ne në atë kohë na vinte më mbar reportazhi sepse emisioni nga 30 minuta shkoi 45. Na e bën më të gjatë, edhe duhet ta mbushnim me diçka. Po elementi ose gjinia më e thjeshtë për të shtuar minutazh për ne ishte reportazhi. Më kujtohet që shumë prej reportazheve të cilat i kemi bërë për sportin kanë qenë reportazhet më frutdhënëse për ne, se fusim një garë në mes, xhironim një garë, fjala vjen Pavlina Euro, që ju e njihni shumë mirë. Ka dalë për herë të parë në televizion në emisionin e rinis, për herë të parë. Dhe kujtoj që e kemi xhiruar në Korçë për herë të parë, gocë vogël. Edhe përveç asaj e morëm e nxorëm të vraponte kodrave jashtë stadiumit e tjera, edhe bëm një reportazh shumë bukur me të. Mirë po, ajo na dha dorë, sepse nëse do bënim 10 minuta e bëm 15, fitumi 5 minutë. Kjo më bërit mendoj tani që si mund ta bëjmë më bukur, E fillon të shkruajmë skic ide. Pastaj fillon të shkruajmë skic skenar, na kërkoi nga drejtoria do firmoste shefi redaksis atë që kishin kohë këti për të shkuar për të xhiruar. Se s'lente njëri me xhiru, s'jepte njëri as makina s'djeta, kot. Kështu që avash reportazhet u bën si thosh puna e përditshme, mirë po puna e përditshme reportazhi fillohet mendoj edhe gjë tjetër. Ndërkohë, kur bëja këtë punë, ishte një rubrik në televizion çdo të mërkur që quhej Sport ka lidhje. Po, e mbaj mend. Gazetari që bënte Sport ka lidhjen, nganjëherë ngarkoi me ndeshje, se ishte me gjithë Lat Grillon, 2 ishin, dhe nuk arriti ta bënte këtë për çdo të mërkur, dhe filloi më tha mua mund të bësh këtë, edhe më kujtohet që vajta një herë për të bërë fëmijët alpinistë Partizanit, të ekipit Partizanit, që s'fynte fare ke unë, po do futej ke Sport ka lidhje. Mirë po kur shkova atje, njeriu që i drejtonte fëmijët, ishte një nga këto mjeshtrat e alpinizmit që i kemi pas ne, ai më thot mua që në arkivin e televizionit ose në arkivin e kinostudios ke edhe këtë gjën tjetër. Dhe që ndodhi, të fillova unë, duke filluar nga ky rast, të shkojnë në kinostudio, atëherë kishim raporte me kinostudion e çdo javë, merrnim edhe kthenim. Edhe ato merrnin ke ne dhe kthenin kinostudio. Filma, dokumentar, çfarë ishin. Dhe mbaj mend që shkuam dhe morëm një film dokumentar që kishte bërë kinostudio për alpinizmin.
Dhe ajo ishte gjë e bukur, kishte bërë në borë, dhe dy trajnerët e fëmijëve ishin pjesëmarrës në këtë ngjitje ne nga Tropoja, ku diun një Zerca se ku. Kjo më bëri të mendoj, o vlla, po fusim në një reportazh copza, fragmente nga filmi dokumentar. Domethënë, filmi dokumentar është i bazuar tek dokumenti. Unë po përdori dokument në alpinizëm. E më hyri qefi për dokumentarin. Në atë kohë më ranë dorë mua ca leksione të rajt që i merren me radhë gjithë gjini televizive. Dhe i lexova, ato ishin italisht, lexova këtë pjesën e dokumentarit edhe si thua shumë mbusha. Dhe dokumentarin e parë që kam bërë në 87-ën, që e preka, kjo ka qenë një nga nxitjet, aq më tepër që tematika ishte shumë e bukur. Rini, artista, taraca, deti. Ishte shumë e bukur. Ta merre që nga sipër, nga lukova, zbrisin deti, kishte gjithë këto. Edhe ai ka qenë dokumentari i parë që kam bërë 100% vetë, me grup xhirimit plot, operator Zorin Driçus, me filme ngjyra, që filme ngjyra Stefshin Kollaj në atë kohë. E pastaj kjo ka qenë spunto ime e parë ky lloj dokumentari. Pastaj vazhdova me të tjerë. Ta erdhi koha që mas 90-s ne filluam të dalim jashtë shtetit shumë dhe unë kam pas fatin që nisa një emision që në italisht i thënë tra due sponte, domethënë midis dy brigjeve, që e donte shumë dhe ambasada italiane për të treguar që si po trajtohen në Itali këta që ikën me anijet. U bë cikël dhe shkoi shumë mirë, po mësuam edhe gjëra tjera që kur fillum të shkojmë në Itali, kur xhiroja filanin që kishte qenë punëtor në uzinën e traktorëve, edhe gjeja atje që po bënte hajër, kur xhiroja një gocë që kishte qenë nxënëse, atje kishte shkruar librin e parë, të gjitha këto ma shtuan dëshirën për t'i kthyer në dokumentar këto reportazhe. Dhe kështu lindi dokumentari, domethënë unë u profilizova këtë dokumentari duke punë u auto-profilizova. Pastaj morëm pjesë në disa konkurse, fjala vjen me regjisorin e nderuar Ylli Pepo, që është mësuesi im i parë dhe i vetëm. Në vitin 91 unë jam ideator, skenarist dhe organizator, i them të treja me mburje, i edicionit të parë të Miss Albanis. Dhe regjisorja ka qenë Vera Grbocka. Tani u bë misi ashtu si u bë, po u bë në atë situatë ku Shqipëria s'kishte bukë dhe drita, siç thonë populli. Çfarë ndodhi? Një vit ose 6 muaj pas kësaj, Ylli Pepo që kishte kokën plot, më thret mua dhe më thot, misin e bëm, a do bëjmë gjë tjetër, tha? Mis tjetër, i thashun, jo, s'ka kohë, mis tjetër do bëjmë, tha, po do bëjmë gjë tjetër. Qa do bëjmë i dokumentar? Dhe Ylli që kishte një fantazilja zakonshme, më thot mua, e di që do të thot Miss Albania, Sos Albania, më thot mua. Mi tha, qesha unë, po ku është Sos jemi duke jetu, po pikrisht atë, tha. Edhe kemi vajtur në Lezhë, ku gjetëm një varfritje zakonshme, se kujtoj se ku, dhe në ndihu fati që përveç varfërisë që gjetëm, në zoni dërshiu. Dhe vështësojmë shumë. Dhe një karrocë me goma makine, me një kal. Kjo është rastësi. Po nga herë rastësia është të ndihmon shumë. Një grua që i binte kalit me kamzhik, për tesur sa më shkejt për shkon shtëpi, dhe 3 goca zbat që rrinin në atë karrocë, duke u qullur. Dhe ne fillon të ndërtojmë kontrastin midis skenës Miss Albanis dhe këtyre gocave këtu. Dhe bëm më kujtohet, 12 minutësh. Me këtë 12 minutësh kemi fituar çmimin e parë në Bullgari, bëj atë një festival që quhej Zlatna Palka, domethënë kjo pllaka e artë. Kemi fituar çmimin e parë me këtë me Ylli Pepon, dhe atëherë filloi mendimi për dokumentarin ishte i konsoliduar pas kësaj. Pastaj vazhdo me ca tjera me Yllin prap, kemi marrë pjesë në një festival që sot nuk bëhet më, që ka qenë Prix de la Jeunesse,
pra çmimi i rinis që bëhej në Myni. Pas kësaj masanej, unë e vendosa vetën këtë dokumentar dhe rrugës kam bërë misin e dytë, spektaklin e dytë, kam bërë 2 edicione, 2 i ka bërë Petri, 2 i kam bërë unë me Flamur Topin të Mis trupi më i bukur, Mis dhe Mr. Plazhi. Pastaj një bërë shumë gjëra tjera, kështu spektakle sa dyshe, të cilat nuk përmenden se janë shumë. Por dokumentari mbeti preferenca ime dhe gjatë gjithë kohës që unë kalova, se më kanë ndjekur dokumentari edhe në të pjesën administrative time, në pjesën zyrtare, që u bëra shef i sektorit dokumentarëve në vitin 2003. Pas asaj u bëra në drejtori i televizionit, po ti jesh në drejtori i televizionit, ti kesh gjithë mjetet tjetër, mos bësh i punës gjinaf. Mos bësh i punë. Kjo më da dorë shumë se mjetet i kisha kollaj. Për të shkruar skenar i kisha mësuar të gjitha, për të gjetur tematika nuk e kisha zorë se kisha filluar të bridhe dhe jashtë shtetit. Kështu që filluan dokumentarët më drejtuan, si thuash, në jetën time në televizion. Kur bëra në drejtor, pastaj pata shumë punë, si çdo në drejtor tjetër, se drejtorët mbanin anën editoriale, unë baja administrative. Edhe ka shku shumë mirë. Kanë shku 20 vitet që unë, kur filloj të tregoj tashti, më duke se ku ka ndodhur gjë dhe për dje. Këtë e them gjithmonë. Më dheu. Më dhe. Quhet tokë. Ka rënur kokë. Kam dashur më me atë, ku më nje, dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpin, ku kam njojtur Perëndin. Me vargë malet moshatare, zani në porte e pas keruvet, qysh me